Mendoj që kjo është një nga momentet kulminante të karrierës time pas shumë tentativave. Më në fund, Ardi dhe Mirdoni flasin para meje. Përshëndetje. Emocione, përshëndetje. O, Mirdan, hej. Moj. Emocione, a? Shumë. Pse gjithë kjo pritje Për çka? për intervistë bashk? Pse zveshe që shto, hajdeni që atjeni varvane e kena intervjist. Që shto? Po dosh me thirr, veç do të me thirr, apo dhe? Po du që s'kom thirra? Unë nuk kom pranu telefonat për këti njerët. Gjithështë të këtë qikat më nëshën që janë të masil ka pak. Se tisha qa ka pat. Vorën e kom marrë si për një merko. Kë kësh pas emision, se kom ditë vëllaj. Kërkë falje që, sot s'pesh rrisër Gabim jam, faleminderit shumë. Tregom në sot jena mbledh për misën. Jo 2 dhe misi ka. Po vetë fjalla mes, jo në fakt misi është kahona e pacollëve. Unë morë shto veç me... Mbështetje morale. Po, realisht. Na, për bukuri jemi konë gjithë është. Bukuri pare. Një farë filterin më ishtë diqysh bëm diska pëllet. E këto mister mos me bëjnë atë buseshës. Pak të në diska Milan, atë me gëzu. Kena ndo premtime, por nuk ka kur gjuallo të shkrume. Okej, misi që ka fitu është familjare jotja, po? Tregona më shumë? S'po di qa me tërgu... Qa e ki konkretisht? Aha, e kom Qiktogjës. Ka intervenu në ajsan pacolli, Trumpi, Amerika, bla bla. Nuk është intervenim, ata na i morën në aeroportin, na i dhanë misin, a vëdën vesh i ndrumë rolët. Jo, Këllin gull pak po. Jo se menujna me aporin fort. A vëdën, ja këna si të optën dikun pak pak. Jo, e visa jetën në Kanadë edhe andrësoj konë të jetën u mirë me qëto sen edhe ma në fund jo realizu andra, kështu që i dëshiroj suksese në vazhdim. A përgjërën atë suksesen? Natyrisht, unë e konsideroj si familjare temën, pa hajgare me këtë familjen e Mirdonit edhe kjo me familjen tem, jena përdujse në përditshmëri, shije me takohem, edhe me prindin e misit, me Agjin Ridvan Abjen shumë shpesh me u po e me u taku edhe jashtë kur jena. Agjin Ridvan, shumë i ri është. Aj, do këtë nisi do vjen t'i ko, s'ja 50 vjen t'i ko. Juve dëve jo mora që të veç e veç, po me kënë një artë sonte? Unë i marrë me nanën, ka qef shumë misa, i ka përcjellë gjithë, edhe sot jam. Kur e pash me nanën pak ku prej kas, se qatu me misin. Thash, mos përna qetë kes, po tani tha, ves ndeke nanën tjetër, kështu që unë i marrë me qik të vogël. Po shpresoj. Tregom ne qysh është çka sezon për juve. E di që keni shumë angazhime, po qa ka ndryshe për herave tjera? Thjesht janë projektet, si vjet e kena pas një qasje ndryshë në studion që kena servu të njerëzit, edhe vitin e kalum na e sëllëm një album, si vjet kena pas qef me ma shumë singles, ma shumë solo kong. Realisht këtë verë, më falni se apëshem, sezona. Alo pa janis, stresi. Jo, sinqerisht këtë verë jena kryesisht ngarkum të angazhu me dasma, edhe jena munu mi bo disa projekte me rand që i dedikuan pak ma shumë qasoj sfere. Mas verës i kena disa projekte që veç në plan që kam u lansu që i dedikuan tani në përgjithsi tregut, kështu jo veç një zhandrit caktum. A je gati për sezon me duru këto ashtë dhe ditë? Kjo është sfida ma madhe për mua, po të regaj drejt, kjo është, i patëm tash 3 data rend, edhe posh që gatë ka me konë si. Qikia edhe qa kondarë këndosma, kërë ka sfidë. Po se për një mes sfidës qa qesin, qa servojnë në darë, adin se jam marakli ushqimit, kështu nuk vrena, adin jam fit, po jam marakli ushqimit. Unë e përgjëroj veç suksese këtë vere dhe sa ma shumë pare. Falenderit shumë, shihemi butrin në emisionin e radhës, ha? E bedha shihemi, s'ta qenë ma telefonit, të rëmu direkt në edicion e dvi. Ja, unë muna mos me shku qatë det me konë zonë, po kjo din që jam njëre që nuk e qeli telefonin. Se kamera është shutë se për ndryshe nuk shakallëzu.